Ungjilli I ditës. Atëherë u afruan nxënësit e tij e I thanë: A e di se farisejt kur dëgjuan këto fjalë u skandalizuan? Edhe ai u përgjigje tha: Çdo bim që nuk e ka mbjellë Ati im qiellori do të shkulet. Lërini ata se janë të verbër që u heqin udhën të verbërve. Dhe nëse një I verbër I heq udhën një të verbëri, të dy do të bien në grop. Edhe Pietri u përgjigje I tha atij: Shpjegona këtë paravoli. Edhe Isu I tha: Ende po pamendjeni ju? Ende nuk po kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë zbret në bark dhe nxirret në jashtëqitje? Por ato që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato e ndyjnë njeriu. Sepse nga zemra dalin mendime të liga, vrasje, dyrësira, imoralitete, vjedhje, dëshmi të rreme, blasfemia. To janë ato që ndyjnë njeriu. Kurse të ngrënët me duar të palara nuk e ndyjnë njeriu. Edhe Isui si doli andej, iku në anën e Tirit e të Sidonës. Dëgjuat Ungjilli I ditës sipas Mateut, kreu 15, vargu 12 deri 21. Komenti Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 15, vargu 12 deri në vargu 21. Le themi së bashku lutjen për kace: Zot njeri dashur, bëj që shkëlqejnë në zemrat tona drejta e kulluar e njohësin një sate, që sytë e mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë se ti ndriçimi I shpirtrave dhe trupave tanë o Krisht Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me Atin e panisëm dhe shpirtin e të shenjtë të mirë dhe të bërës tani e për ere një jetëve. Amin. Pra, si shtam të dashur më Krishtin, sot lexojmë nga kapitulli 15, vargu 12 deri në vargun 21. Vargu 12 thot: Atëherë u afruan nxënët e tij e I thanë: A e di se farisejt kur dëgjuan këto fjalë u skandalizuan? Pra, kur nxënësit erdhën dhe shprehën përpara Zotit Jezu Krisht skandalitetin e skribëve dhe farisejve për fjalët që ai kishte thënë se që në gojë nuk e ndyn njeriu, po është del nga goja, kjo e ndyn njeriu, Zoti Jezu Krisht I përgjigjet apostujve dhe thotë, edhe ai u përgjigje tha: Çdo bim që nuk e ka mbjell Ati im qiellor do të shkulet. Pra, Zoti Jezu Krisht është duke I krahasuar skripët dhe farisejt dhe gjithë mësimin e tyre thjesht në tradita njerëzore dhe jo sipas fjalës Perëndis dhe me autoritetin e Perëndis, si bim që nuk I ka mbjell Perëndia, pra Ati im qiellor. Dhe aq më tepër, këto bim që nuk janë grur po egjer, të mbjell nga I ligu, do të shkulen. Pra, mësimi I tyre do të largohet dhe nuk do të jetë një mësim I vërtet, ashtu si vetë mësimi I Zotit Jezu Krisht, I cili mbetet për jetë. Madje në vargun 14 Zoti thot: Lërni ata se janë të verbër që heqin ullën të verbërve, dhe nëse një verbër heq ullën një të verbri, të dy do të bien në grop. Zoti Jezu Krisht ju thot apostujve: largoni prej tyre, hiquni larg prej tyre, sepse ata janë të verbër, dhe këtu flasim për një verbëri shpirtërore, pavarësisht se ata e shfaqin veten si njerëz që shikonin qartë shkrimin e shenjtë dhe interpretonin qartë, në të vërtetë ata ishin të verbër nga ana shpirtërore. Ata nuk e kuptonin fjalën e Perëndis
dhe ligjin që i kishte dhënë Zoti Mojsiut dhe nëpërmjet Mojsiut populli izraelit, por e kishin keq interpretuar për interesat e tyre, dhe aq më tepër, këta njerëz të verbër udhëheqin dhe të verbrit, pra pasuesit e tyre, dhe të dy bien në grob. Është e pashmangshme që nëse drejtuesi është i verbër dhe pasuesit janë të verbër, që ata të mos bien në grob, dhe kur flasim këtu në grob, flasim për gropën e padijes që shoqëron pastaj dhe me rënien në mëkat. Vargu 15 thot, edhe Pietri u përgjigji e tha atij, shpjegona këtë paravoli. Pra, shikojmë që edhe apostull Petro dhe apostujt e tjerë nuk arrinin dot i kuptonin fjalët që Zoti kishte thënë, që në gojë nuk e ndy njeriu, por del nga goja kjo e ndy njeriu. Madje në vargun 16 na thuhet e Jesui tha, ende pa mend jeni ju? Zoti shprehu një çudi për ngadalësinë e apostujve për t'i kuptuar fjalët që ai kishte thënë, domethënien e atyre fjalëve. Shikojmë që edhe apostujt, si judej që ishin të infektuar nga mësimi i gabuar i skribëve dhe fariseëve dhe nga një keq interpretim pra i ligjit dhe i fjalës të Zotit që kishin bërë ata. Pra dhe apostujt ishin të infektuar nga to tradita njerëzore që e shtrembronin frymën dhe domethënien e ligjit dhe porosive që kishte dhënë Zoti Mojsiut dhe nëpërmjet Mojsiut popullit izraelit për pastrimet rituale. Por Zoti ja u shpjegon apostujve domethënien e këtyre fjalëve. Që në gojë nuk e ndy njeriu, por del nga goja kjo ndy njeriu. Dhe ai thot, dhe nuk po kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë zbret në bark dhe nxirret në jashitje, por ato që dalin nga goja dalin nga zemra dhe ato e ndy njeriu. Zoti është duke u shpjeguar apostujve se ushqimet e ngrënshme nuk janë të papastra, por ato të gjitha janë të pastërta në thelb. Në të vërtetë, asgjë materiale s'është e keqe në vetvete. Edhe siç folëm në komentin e ungjillit të dieshëm, Zoti Perëndi ndaloi popullin izraelit të hante disa ushqime, jo se ato ishin të papastërta, por këto ushqime për kombet ishin me karakter illulli. Pra, ato kombe i quanin këto ushqime si ushqime me fuqi magjike dhe hynore. Prandaj dhe Zoti ndaloi që populli izraelit hante këto ushqime, siç ishte kau, lopa, të cilët egjiptasit i quanin si perëndi, dhe disa rrëshqenor tjetër që përsëri egjiptasit i quanin perëndi, por të thënë Zoti popullit izraelit se ato janë ushqime të pavlefshme, pra nuk kanë një fuqi magjike ashtu siç pretendonin egjiptasit ose kombet. Por tashmë kur Zoti Jezu Krisht erdhi dhe foli drejt për drejt me popullin izraelit dhe me nxënësit, gjërat do ndryshojnë. Pra, ana rituale e ligjit, që kishte karakter edukativ, tashmë mbaroi dhe vetë Zoti është duke treguar thelbin e gjërave. Pra, ai është duke mësuar apostujve se të gjitha këto kishin karakter pedagogjik deri në këtë kohë, kurse tani do ndryshojnë gjërat, pra nuk do flitet më me shëmbulltyra dhe do flitet drejt për së drejti. Dhe është duke treguar atyre se një ushqim në vetvete nuk ka një fuqi hynore, aq më tepër ai në vetvete nuk është i dëmshëm, sepse kur një njeri ha një ushqim, ai ndikon vetëm në trupin e tij dhe ato ushqim që trupi nuk e asimilon, ai del në jashitje. Dhe qenia morale e vetë njeriu nuk është ndikuar nga ushqimi, por vetëm trupi i tij. Dhe aq më tepër apostulli Shën Pavli i thotë të krishterëve dhe të gjithë neve në letrën Timotheut, çdo krijesë e Perëndis është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur, nëse merret me falënderim, sepse është e shenjtëruar nga fjala e Perëndis dhe nga lutja. Dhe këtu na tregohet se tashmë të gjitha ato kërkesat e ligjit ose ana rituale e ligjit përfundoi me ardhjen e Krishtit. Dhe tani të gjithë kombet dhe populli i Izraelit do mësonte që ushqimet në vetvete nuk kanë një fuqi magjike, as të keq, as të mirë, por ato janë të gjitha dhuratë e Perëndis për njerëzimin dhe bëhen të dobishme kur merren me falënderim dhe shenjtërohen nga lutja, dhe këtu flasim edhe për atë lutje që ne bëjmë para se të ushqemi. Dhe mu themi diçka tjetër.
Patjetër që ka dhe ushqime që janë të dëmshme për organizmin e njeriu, dhe këtu flasim për ushqime të cilat përmbajnë në vetvete elemente kimik helmues për trupin njerëzor, kuptohet që këto nuk duhet merren, ose ushqime të cilët ne na bëjnë dëm për shkak të alergjisë që mund na krijojnë. Por ajo çfarë thot Zoti dhe e trajton dhe apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Timotheut është se asnjë ushqim në vetvete nuk është as i keq as i mirë, pra nuk ka një fuqi magjike ose të dëmshme nga ana rituale, por ai thjesht është një ushqim dhënë Zotit në shërbim të trupit për të mbajtur pra gjallërinë e trupit tonë. Por Zoti vazhdon dhe thot: por ato që dalin nga goja, dalin nga zemra dhe ato e ndyn njeriu. Pra, në qoftë se një ushqim nuk e ndyn njeriu nga ana morale, çfarë e ndyn atë? Dhe Zoti thot: ato që dalin nga zemra, ato e ndyn njeriu. Dhe këtu Zoti nuk është duke folur për zemrën e misht, për atë pompën e gjakut që ne kemi brenda trupit tonë, por është duke folur për shpirtin njerëzor. Pra zemra është simbol i shpirtit. Dhe në vargu më poshtë na thuhet, sepse nga zemra dalin mendime të liga, vrasje, ndyrësira, imoralitet, vjedhje, dëshmi të reme, blasfemira. Pra, ato që e ndoti njeriu është ajo çfarë del nga bota e tij e brendshme, nga shpirti i tij, dhe në fillim dalin mendimet e papastra, pastaj fjalët e çorodituara dhe në fund veprimet e mbrapshta. Të gjitha këto e ndoti njeriu, pra bën që njeriu të mëkatojë, dhe mëkati fillon me mendim, fjalë dhe pastaj dhe vepra. Dhe kur flasim këtu blasfemira, nuk do thot vetëm blasfemira në shari dhe fyrë ndaj Perëndis, por do thot edhe në përgojimin e të tjerëve. Dhe vargu 20 na thot: këto janë ato që ndyn njeriu, kurse të ngrënat me duar pa lara nuk e ndyn njeriu. Pra, Zoti Jezu Krisht është duke thënë apostujve, dhe aq më tepër ai është duke ju treguar se farisenë dhe skripët ishin të kujdesshëm në lidhje me zbatimin e këtyre ritualeve nga ana e jashtme, pra ceremonive, larje, duar, brokesh ose enë të ndryshme, por në jetën e tyre të brendshme ata ishin të njollosur. Ata studionin vogëlsirat dhe kapërcenin çështjet që kishin rëndësi të madhe. Ata mund të kritikonin mosbatimin e këtyre ritualeve që shpeshherë, siç tham, ishin shpikje njerëzore, por brenda shpirtit tyre ata ishin duke komplotuar vrasjen e birit Perëndis, e vet Zotit Jezu Krisht, i cili si fjalë Perëndis i kishte dhënë ligjin Mojsiut, dhe vetëm ai e jepte interpretimin e saktë të këtij ligji. Prandaj mund themi se farisejt ishin ata që në ndërgjegjen e tyre, në zemrën e tyre, kishin mendime të liga, vrasje, ndyrësira, imoralitet, vjedhje, dëshmi të reme, blasfemira. Dhe të gjitha këto i ndotnin farisejt, dhe siç na thot dhe në një vend tjetër të Ungjillit, Zoti thot: ju i ngjani atyre varreve që nga jashtë duken të pastra, të lyera me gëlqere, por për brenda jeni plot ndyrësi. Prandaj të dashur me Krishtin, edhe neve duhet të bëjmë kujdes, sepse nuk duhet bijmë edhe ne në verbërinë shpirtërore të skripëve dhe farisejve, të cilët mendonin se ushqimet ose disa veprime të jashtme bën njeriu të papastër. Por ka edhe midis të krishterëve disa mbetje të cilat vijnë nga një traditë që nuk janë traditat e kishës. Për shembull, disa mendojnë se kur të jetë Pashka, patjetër duhet ngrënë mish i qingjit, dhe po së ngre për shembull mish qingji nuk ka kuptim Pashka, pra nuk e ke bërë ritualin. Kjo është një gjë e gabuar, sepse si mish i qingjit ose çdo mish tjetër në vetvete nuk ka një fuqi shenjtëruese, por është thjesht një mundësi për të festuar Pashkën. Prandaj nuk duhet t'japim rëndësi këtyre gjërave të cilat janë ushqimore dhe të ngrënshme për shërbim të trupit, por do t'i japim rëndësi gjërave shpirtërore dhe sidomos atyre motiveve që ka zemra jon, që shfaqen me anë të mendimeve, fjalëve dhe pastaj dhe veprave.
Këto gjëra e ndyrësojnë ose e shenjtërojnë njeriu, kurse të ngrënët me duart pa lara nuk e ndyn njeriu. Dëgjuat komentin e Ungjillit.